Jam 18 vjeç, vitit 1945. Kur jam bon 7 vjeç, kam fillu si pas babës, kam pas gjyshin edhe babën mjeshta më të mëdhejt e Mirëlis. Mori baba me veti 10 vjeç. E më ka marrë me veti ai, ka qenë jafta, i tepër tash. Jem zargush. 10 vjet kam punu me ata. Me punime gjuhit eksperimentale. Dhe me këta kam fituar mjeshtërinë e gjuhit, të dronit, industrial, artistik, të hekurit, të farks, të armatimeve, si që janë përdorur për gjuhëtie këto, të veglas muzikore, edhe të instrumentave punës, kam qenë gjinafasë kështar. Erë komisari i brigadës. E po shifselin të me më kravat, në thirrë me unë, thot, a mund na bëj shifselietën, se ku i bajmë më. Mos më thuj si ushtari i bajmë, s'ka marrë më fitën to. Qa do, thef duhe. Do monit, me më dhanë leje me shukë shpia, me zërë kapak, sa që ka pak mbreu, edhe veglet i bje vetëm. Edhe këtu kom marrë, vetëm që bokës. Pa kur zonë, që shka jenë bo me këto, po nuk e di minu më, ose pa shumë. Ka njëri si kam dhënë 3, 4, ndoshta ne kam falë. Nuk kam pa interes, se kam di se sa do zgjatet. Gjithmonë, epicena e dijes njeriut është trafikimia. Dhe trafikimin si ka shqiptari, nuk e ka vend në botë. Pas ke vetë.